Higli, cila është pjesa më e bukur e profesionit? Në mënyrë të padiskutueshme është besimi që t'japin njerëzit. Kur ai vjen të beson në shëndetin e fëmijës, shëndetin e vet, shëndetin e prindërve, është pjesa më e bukur. Është përgjithësi, po është pjesa më e bukur. Domethënë, gjitha i mundi jot, gjitha i shkollimi jot, duket sikur t'jep një përgjigje. Ti ke dhënë besim me aftësitë tua, me sjelljen tënde, me karakterin tënd, ke dhënë besim te një numër njerëzish shumë i madh. Po më e vështira. Më e vështira janë shumë, një ndër më të vështira do thosha të jesh i durueshëm, sepse normalisht pacientët kanë nalle, ti ke probleme, ty nuk të lejohet të gabosh. Ti duhet të ruash gjithmonë staturën tënde, duhet të përgjigjesh gjithmonë me profesionalizëm, nëse je i lodhur duhet të jesh i saktë, nuk ka tolerime. Po kryesisht pjesa më e vështirë është pjesa e durimit dhe e ngarkesës që merr nga rastet e vështira.